إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falëndërimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbë, dhe kë humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzojë dhe drejtojë përpose me lejen e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju motra muslimane, kijani frikën Allahut te barake wa taala dhe mësojeni mirë se Allahu I madhëruar na ka orientuar në rrugën më të drejtë, më të mirë dhe më të paqshme. O ju vëllezër musliman, o ju motra muslimane, sot njerëzit më të madhe e kërkojnë sigurinë, e kërkojnë paqen dhe qetësinë në çdo lloj mënyre, në çdo lloj gjendje e kërkojnë vazhdimisht, por nuk e gjejnë dot. E kërkuan me anë të diktatorizmit, pra diktaturës, në mënyrë që ti kapin gjithë njerëzit dhe të poselshojnë, në mënyrë që ti imponojnë gjithë njerëzit dhe mos t'i lejojnë të jetojnë jetën e tyre rahat, por nuk e arritën dot ta sjellin paqen dhe qetësinë e sigurinë. U munduan t'i japin liri çdo kujt, edhe kriminalit, edhe të mirit, edhe të keqit, me atë që quhet sot demokraci. Prap nuk e arritën dot. Pra munduan me mënyra të ndryshme dhe pan që nuk mundën të arrinë këtë qetësi, këtë siguri dhe këtë paqe që po e kërkojnë. Mirë po ne dimë si musliman që paqja gjendet vetëm në një mënyrë të vetme dhe nuk ka tjetër. Siguria dhe qetësia gjendet në një rrugë të vetme dhe nuk ka tjetër. E kjo është duke zbatuar ligjin e Allahut te baraka ve taala. Kjo paqe dhe siguri arrihet vetëm me zbatimin e fjalës së Allahut, ligjit të Allahut. E ky ligj I Allahut vjen me Islamin, me këtë fe madhështore. Allah I madhruar thënë Kur'anin e lartë: "Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." Thot, kush ka gjykim më të mirë se sa Allahu? Por për kë është kjo gjykimi I mirë? Për kë është ky gjykim I mirë? Për ata të cilët janë të bindur në ligjin e Allahut. Pra sado që të vendosin ligje demokratike apo diktatoriale apo çdo lloj ligji tjetër, wallahi nuk arrin dot, sepse këta janë ligjet mangëta, të vendosura nga krijesa, nga njerëz të dobët, të cilët gabojnë shumë herë. Kurse Allahu është krijuesi I këtyre krijesave dhe e din shumë mirë se çfarë duhet për ta. Prandaj gjykimi I Allahut, ligji I Allahut është më I mirë për njerëzit që mendojnë, logjikojnë dhe janë të bindur në ligjet e Allahut te bareke wa taala. Prandaj rruga e vetme për të arritur tek paqja që përkërkojnë njerëzit sot dhe që nuk po e gjejnë, po I mungon, madje vetvriten, kanë gjitha të mirat, kanë gjitha kushtet, gjitha mjetet. Disa kanë edhe armë, disa kanë të sofistikuara, disa kanë teknologji, kanë gjitha, por popullin e vet nuk e kapin dot në atë mënyrë që të mos bëjnë zullume. Për shembull, shkon në vendet huaja si musafir apo të udhëtosh të shohësh atje çfarë po ndodh, vallahi ke frikë se ndoshta të plaçkisin, sepse nuk kanë frikën Allahut te bareke ve taala. Ata thjesht kanë frikë ligjin, por jo Allahun. Prandaj mënyra e vetme për të arritur sigurinë dhe paqen dhe qetësinë është vetëm Islami. Prandaj dhe Allah I madhruar thotë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot unë ju plotësova ose ja përsosa fen tuaj. "Wa atmamtu alaykum ni'mati." Dhe dhuntin time e plotësova dhe përsosa ndaj jush. "Wa raditu lakum al-islam dina." Dhe jam I kënaqur dhe kam zgjedhur Islamin që të jetë feja juaj. Pra fe e vetme që sjell mirësi, mbarvajtje, qetësi është vetëm Islami. Wallahi asnjë fe tjetër. Dhe asnjë ligj tjetër dhe asnjë mendim tjetër.
Subhanallah. Prandaj ne si besimtar duhet krenojmë që na zgjidhë Allahu musliman dhe t'i ftojmë edhe të tjerët dhe i bëjmë thirrje të tjerëve që të kenë frikën Allahut, t'i kthen origjinalitetit vet, t'i kthen Islamin, se kjo është natyrshmëria e njeriu. Islami është fe e vërtetë. Çfarë do të thotë Islam? Paqe. Vetë emri Islam do të thotë paqe. Ti po kërkon paqe në diçka tjetër, ndërkohë që vetë Islami është paqe. Subhanallah. Prandaj do të jemi të kujdesshëm. Dhe Allahu i madhruar sa në Kur'an ka thënë: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ard." Thot Allahu i madhruar u ka premtuar Allahu atyre që besuan edhe vepruan vepra të mira se do t'i bëjmë këmbës në tokë. Subhanallah. La yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Dhe fen që Zoti Allahu për ta do t'ja bëjë të qëndrueshme, do ta forcoj fen, pra fen islame. Subhanallah. Dhe thot dhe frikën wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dhe thot mas frikës që ishin të frikësuar, dhe njështë sot janë frikësuar. Dhe thot mas frikës të madhe që kishin ata, Allahu do t'u shndrojë në çfarë? Në paqe dhe siguri. Po kur ata besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Wala yubaddilannahum dinahum alladhi min ba'di amnihim khawfan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Po kush është kushti tjetër? Thot që ata të më adhurojnë mua dhe mos më shoqërojnë në adhurim askën tjetër. Pra në momentin që ti shkon në teqe, në tyrbe, në varre, adhuron dikë tjetër vetë Allahut, ti kërkon ndihmë dikujt tjetër vetë Allahut, i mbështetesh dikujt tjetër vetë Allahut, padyshim se s'ke për pas qetësi as siguri as gjë. Prandaj o vëllezër, porosia ime është që ti kthehemi seriozisht fesë islame. Edhe juve që jeni në xhami, ti ktheni Allahut seriozisht në namazin tuaj, në gjitha veprat që ka urdhëruar Allahu te baraka taala, dhe nuk janë shumë, dhe aty që po na dëgjojnë nëpërmjet rrjeteve sociale i porosisë, që ja kenë frikën Allahut, ti kthejnë originalitetet të tyre, pra fesë islame, dhe nëse duan paqe dhe siguri, kjo është zgjidhja e vetme, nuk ka më zgjidhje tjetër. Prandaj dhe unë lutem Allahun e madhëruar që Allahu të i bëjë dobishme këto që u thanë, dhe këto janë mjaftueshme besoj për një njerëz që mendon dhe logjikon dhe mediton, dhe lutem Allahun e madhëruar na fal dhe na mëshiroj dhe na udhëzoj në rrugën e drejtë. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.